edhe çasha dhe më e fortë, mos t'i boshadisim xhamit, mos t'i lëm të zbrazët, se ky mur çon. A dhe sa çon ku nuk ishe që nuk ka xhamat në xhami, sikur shtëpia çon ku nuk ka fëmijë, sado që ka burra dhe gra, pleq dhe plaka, nëse shtëpia nuk ka fëmijë, çon shtëpia edhe muri. Edhe kjo është shumë e dhimbshëm. Sikur se do me thonë atë xhamia, unë nuk kënaqem me juve në Ramazan, ama mas Ramazanit më idhruat, më keni mërzit, kam qef t'ju shohune, jo që i duhet xhamias, xhamia t'jep tyje, jo që t'i jep xhamias, se këtu kime gjithë zgjidhje, këtu ki rahati, këtu kënaqesh, këtu pajisës dhe furnizohesh, edhe kur del nga xhamia që janë sfidat e jetës, me këto benefitet t'jep. Andaj, mos e harroni. Mos harroni xhamiën edhe pas Ramazanit. Mos harroni edhe librin e Zotit Kurani. Se edhe ajo i dhrohet, edhe ajo mërzitet, edhe ati i mbet hatri. Sigur që i mbet hatri deri familjes që i ki vizitu, pas të fillon shkëputësh, edhe nuk i mban lidhjet. Normal, kur do të gjoj, thot, çka o po? A ja thash një fjallë keqe që s'vin? A i kam nërvëzu diçka? A i kam provoku ata që nuk vin? Mërzitet edhe shtëpit e Zotit. Sa do qashe bukur xhamia, aja që e pshije, kuptim, jetë dhe sens, kur vinë xhamatët, duke bërë ruku dhe sejdë, gjathrohet, i vjen shpirti, sikur se peshku i cili është në ujë dhe deti. Momentin që del, su me frym, nuk ratohet, dush ta kthesh. Andaj kjo është prej mesazheve. Prej mesazheve është, tash alhamdulillah,